Pas një jave protestash të fuqishme, thirrjesh për dorëheqje, statusesh në Facebook, videove në TikTok, analizave televizive dhe qindra komenteve me shkronja kapitale. Burime të sigurta konfirmojnë se Edi Rama është gjetur i gjallë në shtëpinë e tij dhe vazhdon normalisht detyrën si kryeministër i Shqipërisë. Sipas raportimeve të fundit, protesta madhështore që pritej të shkaktonte lëkundje tektonike në themelet e qeverisë, ka arritur deri tani të shkaktojë vetëm disa debate televizive dhe një rritje të konsumit të kafes në studiot e analistëve. Qytetarë të shumt kishin shpresuar se pas protestave për çështjen e Zvërnecit, Sazanit dhe pakënaqësive të grumbulluara ndër vite, kryeministri do të avullonte në mënyrë misterioze, ose do të teleportohej drejt ndonjë planeti ku nuk ekzistojnë konferencat për shtyp. Megjithatë, zhvillimet e sotme kanë qenë zhgënjyese për ta. Burimet bëjnë me dije se Rama është parë duke vazhduar aktivitetin e zakonshëm, duke mbajtur takime, duke bërë deklarata dhe, më e rënda nga të gjitha, duke mos u larguar nga pushteti vetëm sepse njerëzit i kërkuan ta bëjë këtë. Ekspertët e Institutit Kombëtar të Ironisë deklarojnë se ky është një fenomen i përsëritur në Shqipëri, ku protestat shpesh parashikohen si fundi i pashmangshëm i qeverisë, por përfundojnë duke u kthyer në material për emisionet politike të javës së ardhshme. Ndërkohë, opozita dhe protestuesit premtojnë se betejë do të vazhdojë. Nga ana tjetër, qeveria vazhdon punën e saj, duke dëshmuar edhe një herë se në politikën shqiptare mbijetesa është një superfuqi më e fortë se çdo slogan, pankart apo hashtag. Në fund të ditës, Shqipëria u zgjua me një lajm tronditës. Pas gjithë zhurmës, debateve dhe parashikimeve apokaliptike, Edi Rama rezulton ende në detyrë, ende në zyrë dhe, sipas informacioneve paraprake, ende me bateri të plota. Për më shumë zhvillime të papritura, që në Shqipëri tashmë konsiderohen krejtësisht normale, do t'ju mbajmë të informuar.